Jetimet e mia si reporter lufte që isha me televizion japonez gjatë luftës. Asnjë moment nuk kom mendu as për jetën time, as për të djalit. Thjesht adin kemi qenë bashkë me jetën edhe me vdekjen. Një 2 herë kom qenë para pushkatimit, në fund edhe me 23 mars jom arrestu, para se bëhet ataku i NATO-s. I shpëtova 2 djemtri, 2 jetë. Nuk e di sot as ju di emrat, po nëse janë gjallë, sigurisht e shohin ngjarja ju kujtohet. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Mirë, faleminderit juve. Mirë, nuk është keq. Juve si jeni? Si çdo kush. Kemi edhe hallë, edhe dertë, edhe të mira, dhe gjitha nga pak. Po s'ke qenë jeta pa hallë edhe dertë. Ashtu. Ku jetoni ju? Unë jetoj këtu në Prishtinë. A më dëgjon cila është historia më interesante në jetën tënde që ju ka ndodhur? Po tash marr parasysh moshën që e kam, ka shumë histori, shumë ngjarje, po ka pasur edhe të mira, edhe të këqija. Ndoshta për jetimet e mia si reporter lufte që isha me televizion japonez gjatë luftës, ka pas momente shumë të rona, të rrezikshme. Ka pas, për mu ka qenë më e trishtueshmja masakra e Reçakut, ka qenë shumë e trishtueshme masakra e Obris, e shumë tjera. Si gazetar okular kur je, normal që nuk mundesh me nejt indiferent, se na jemi prind, jemi njerëz human me gjithate. Po, ka pas edhe momente të mira, ku kom qenë e lumtur, ku e kom shpëtu ndaj familje që e kom djerë prej podrumit, ose nojtri që e kom shpëtu. Ka pas të mira dhe të këqija. A tregon këtë shpëtimin për jetë nga podrumi, na tregon pak si ka ndodhur? Po, ka qenë kështu, pasi ka ndodhur masakra e Reçakut, unë kom shku vazhdimisht 2-3 ditë me radhë në Reçak, dhe kuptohet fshati ka qenë i tërë i boshatisur. Po e kisha një parandjen se sikur kur të ndin diken të marrë frym. Në një shtëpi e cila ishte në qendër të fshatit, hina, dhe shtëpia ishte e damtume, e bukur. Haj thash qyri dhe më podroma ka dikusha diçka, se dhe isha me mision kërkim, nëse dikush ka mbet ose ku jam banor, edhe aty gjeta 2 djemtri shumë të friksun, ata as nuk e kishin idenë çka ka ndodhur jashtë. Por ka një ditë para masakrës, jom fsheh aty edhe u patën bo mande 3 ditë, nuk patën guxu me dal. Dhe kur shkova une, nuk isha vetëm, isha me gazetar televizionit japonez, u friksun djem shumë, thash mos keni frikë, unë jam shqiptare, a dini, a jeni ndjeni që ka ndodhur jashtë? Tha një s'dim kur gjo. Thash në fshat nuk ka asnjë banor. Thash nëse keni dikun ku me shku, ndoshta muj me ju ndihmu, me ju nxjerr, se kishte shumë punkte. Policisë serbe, edhe paramilitarëve, edhe të ushtrisë jugoslave. Tha nuk dim ku të shkojmë tjetër, se në shtime e kemi do kushere, po shtëpit i kishin afër stacionit policor. Bonëm shumë me gjithë djalin tim edhe me ata gazetari, disi i kamuflum, i veshëm me do trener, ka një beq, kinë se janë me neve reporter, ju nun po nere që njenin, sa për po qysh është tereni, ato e kemi dorëzu, po ishte shumë problem se, falni, shtëpia ishte afër policisë. Ato me sukses e dorëzum, u kthy me murëm edhe tjetrin, kalum shumë sfida, po e dorëzum, unë isha shumë e lumtur që i shpëtova 2 djemtri, 2 jetë. Nuk e di sot as ju di emrat, po nëse janë gjallë, sigurisht e shohin ngjarja ju kujtohet, i përshëndes kudo që janë. Që ti takosh pas luftës? Shumë. Fatkeqësisht nuk ju kom marrë emrat se kisha lënë, pa shku me i kërku, se kudo që kom bo gjerime në Kosovë, dokumentare, këtë mas lute kom shku i kom kërku dhe i kom taku. Por këta nuk kom ujtë me i taku, se s'kom pas emra dhe se kam ditë kush janë. Nga video që ne jemi shumë faqe e ndjekur, kudo në Kosovë,
do ta shohin videon, ju bëjmë thirrje që të takoni. Ti jena ata mas pari mirë, e shëndosh, e gjallë, tjerat kanë shumë pak. Që ajo për mu ka qenë një prej momenteve më të lumtura, mund të them, për qatë periudhë, sepse nuk ka qenë e thjesht ti shpëtosh 2 jetë, ti kalosh 15 punke deri aty, po mirë. Ti shpëtosh 2 jetë, një heroin e vërtet. Është shumë e veçantë. Faleminderit. Këto përjetime ty sa të kanë bë për jetë, domethënë më të fortë, të shohësh. Mua më kanë bërë shumë të fortë. Unë edhe kam qenë e fortë shumë kur kam hyrë në luftë. Po të mos ishte ashtu, po të më kishte kaplu friga, me siguri se nuk do të hisha në luftë. Unë e di çfarë do me thonë lufta. Po interesant është puna e njeriut, adrenalinat nuk len as mu friguas. Unë isha shumë e ecshme me marë sa ma shumë ngjarje dhe me lansu lajme në botë, për të pa bota cila është e vërteta këto. As një moment nuk komendu as për jetën time, as për të djalit. Thjesht adin kemi qenë bashkë me jetën edhe me vdekjen. Po që dashti Zoti i kalumë dhe këtë. Gazetar në atë kohë? Unë isha korespondent edhe koordinatori i televizionit japonez. 3 vite me radhë. Një aksion goxha i vështirë. Shumë. Të jesh reporter i luftës nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e thjeshtë, se ti do të jesh gazetar okular gjithnjë në vendin e ngjarjes, jo të lexosh gazeta dhe të raportosh, po duhet të jesh aty. Reporter lufte nuk është aq e thjeshtë. Don shumë përkushtim edhe guxim, mbi të gjithat guxim. Një mision tash që vetëm gazetarin ne e kuptojmë sa i vështirë është. Po. Ashtu të mos mënosh kohë të luftës. Po. Nuk ka qenë lehtë, po unë e kam pas shumë vullnetin e madh me hy dhe me dhon kontribut. Ajo ka qenë mundësia ime, kontributi që unë kom menu që është ma i madhi, se kamera është shumë arme e fortë, edhe për mu ka pas rëndësi vetëm vendi jonë shlirohet, e vërtetat shkojnë në botë, asgjë ma shumë nuk ka pas për mu rëndësi. Fare. Unë më pyet para këtij misioni kur domethënë ishe si gazetare duke ndjekur këto ngjarje që ndodhnin në luftë. A tha vetë me vete, a do të shpëtoj unë? Ka pas momente kur një 2 herë kom qenë para pushkatimit, në punë edhe me 23 mars jom arrestu, para se bëhet ataku i NATO-s, u zuna me gjerime, u zuna rob në një fshat atje te Mitrovica. Po ishim të përcjellën se atë ditë nuk ishte televizje, kërkon muj me thonë as qenë as moc, as kom po kërkon se lere mo njerëz. Po unë isha shumë e ecshme për me depërtu në Qirez me shku me bo një gjirim, ku kisha një informatë se kishte shumë të rrethum civile dhe pleq gra fëmi, do isha domosdoshmërisht me depërtu, shumë punkte u ndalova dhe ishte e pamundur në kthy mbrapa. Po aty na kemi qenë të vëzhgume dhe në një moment saktum na kanë rrethu dhe na kanë marrë materialet edhe na kanë arrestu, na kanë çuar në burgun e Mitrovicës. Fatbashkësisht që pështum gjallë mirë jemi aq. Po. Unë edhe djali edhe gazetar. A shkoni një përpletime që ti akoma nuk e harron? Unë e këtë nuk e harroj kur, sa t'jom gjallë. Se po t'isha veç unë, do e kisha shumë ma letë. Po unë e kisha dhe djalin i cili ishte babi 3 fëmijëve. Dhe ai ishte në grupin e televizionit japonez, punonim si ekip. Ata ishin burë e gru këta të Japonis, gazetar shumë të famshëm nivel botnor. Edhe unë isha me djali kishte fëmijën e vegjël. Për mu, gjithçka ka qenë më e vështirë kur e kisha dhe djali me veti, po të isha veç vetë, si kisha pas deri tim pare. E çfarë kohë ka qenë djali atë? Ka qenë 24 vjeçar. 24 vjeçar, po i ri është martu, i ri ka pas fëmijë edhe ai ishte shumë i vullnetshëm për me hyrë në luftë, shkoi u lajmëroi 3-4 herë, tha ju kur të ka nevojë u thrasëm, na nuk na u prit kepër, asi edhe shkum hynëm, hynëm po mirë. Një refrim shumë interesant nga jeta, nga lufta që ndajte me neve. Unë kisha shumë kënaqësi nga një gazetare, themi shumë e zonja, shumë e fortë, e hekur ashtu. Turoj që këto gjërat mos përsëriten më. Dhash Zoti, jo këtu po kërkum botë, dhash Zoti, mos ketë luftë, se për mua fjala më e bukur në jetën e njeriu është fjala liri,
fjala më e shëmtuar, më e rënda për mua është fjala luftë. Ai që nuk e ka përjetu, nuk e din se që është lufta, se tu ka pas njerëz që i kanë pas frikë, na kemi qenë krejt Kosova në luftë. Po qytetet kanë qenë ma pak të prekura. Për jashtim, Gjakova, Peja dhe Mitrovica, ato kanë qenë trafshuara me tokë, mirë po, unë nuk e kisha dëshiru luftën askund botë. Do të thonë për me një mesazh për historitë e jetës që kemi shumë ndjekësit tanë, një mesazh, një këshill. Unë kisha këshillu gjeneratat e reja të shkollohen shumë, të mësojnë historinë, ta duan vendin. Kudo që shkon në botë, shumë kom shetit në për botë, por askund nuk është ma mirë se në Kosovë. Duhet ta duan vendin. Për mua është ky mesazh, unë jam shumë e mërzitur kur shoh se rinia nuk është tash këto vitet e fundit. Prej vitet 1992 Kosova ka fillu me u zbraz në mënyrë graduale dhe kjo është shumë e dhimbshme. Dhe mesazhi im është duheni vendin, shkollonu, arrini një jetë, rini vendin e juj. Edhe ky vend ka çka ofron. Vetëm a e don vendin. Dashur, lejo të përshëndes, të uroj më të mira në jetë. Faleminderit shumë për kohën që ndajte. Faleminderit. Gjithë mirat, shumë faleminderit. Gjithë mirat, faleminderit. Shumë faleminderit, kalosh mirë.